kalojmë në pikën e është rekomandimi, propozimi për riemërimin e 45 gjyqtarëve mandat përhershëm. Ja kaloj fjalën kryetares Komisionit për performancë. Kryetare, fjala për ju. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Komisioni për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve me datë 27 maj 2025 ka mbajtur seancën plenare, në të cilën ka përfunduar procesin e vlerësimit të performancës për 45 gjyqtarë me mandat fillestar. Mandati fillestar i gjyqtarëve përfundon më 30 qershor 2025. Komisioni pas vlerësimit të performancës së gjyqtarëve me mandat fillestar, brenda afateve të caktuara, ka hartuar raportin përmbledhës, të cilin po e paraqes sot para Këshillit Gjyqësor, para skadimit të mandatit fillestar konform nenit 33 dhe 34 të rregullorës numër 03/2021 për rekrutimin, provimin, emrimin dhe riemrimin e gjyqtarëve dhe nenit 17 të rregullorës 01/2021 për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve. Raporti përmbledhës i Komisionit përfshin vlerësimin e secilit gjyqtar, bazuar në shtojcën 5 dhe ranglistën e gjyqtarëve sipas vlerësimit të kryer në pajtim me nenin 29 të rregullorës 01/2021 për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve dhe shkallës së vlerësimit sipas nenit 2 të rregullorës 05/2023 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës 01/2021 për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve. Bazuar në raportet e gjyqtarëve vlerësues, Komisioni ka vendosur në mënyrë unanime për vlerësimin sipas shkallës së vlerësimit si në mbijem. Mbi 67 deri 82 pikë, Komisioni ka vlerësuar 32 gjyqtarë për vlerësim, me vlerësim shumë mirë dhe mbi 82 deri 89 pikë, Komisioni ka vlerësuar 13 gjyqtarë me vlerësim të shkëlqyeshëm. Duke marrë parasysh vlerësimin e performancës sipas të dhënave të lartcekura, i rekomandoj Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të propozojë te Presidenti e Republikës së Kosovës riemërimin e 45 gjyqtarëve me mandat të përhershëm. Këtij rekomandimi i kemi bashkangjitur edhe raportin përmbledhës dhe ranglistën e gjyqtarëve. Do t'i lexoj emrat e gjyqtarëve të cilët janë në këtë ranglistë. Këta janë Arben Toska, gjykata komerciale shkolla e parë, Arbër Regja, gjykata komerciale shkolla e parë, Arbnor Tmava, gjykata themelore Prishtinë Dega Graçanic, Argzon Muçaj, gjykata themelore Prishtinë, Armend Ahmeti, gjykata themelore Ferizaj, Armend Vlokaj, gjykata themelore Pej Lega Deçan, Azren Hasani, gjykata themelore Prishtinë, Berkan Hamza, gjykata themelore Gjakov Dega Rahovec, Besnik Sheqiri, gjykata themelore Prishtinë Dega Kudujev, Bleran Tërmoku, gjykata themelore Prishtinë, Bujar Ahmeti, gjykata themelore Prishtinë, Dardan Maloku, gjykata themelore Ferizaj, Dardane Ismaili, gjykata themelore Mitrovic, Dibran Jusufi, gjykata themelore Mitrovic, gjykata themelore në Gjilan, Diora Bajrami, gjykata themelore Prizren, Driton Berisha, gjykata themelore Prishtinë, Elinda Elezi, gjykata themelore Gjilan, Ermir Ahmeta, gjykata themelore Prishtinë, Erolinda Uka Sadiku, gjykata themelore Mitrovic, Flonza Hashani, gjykata themelore Prishtinë, Flonza Knusha, gjykata themelore Gjakov, Florenc Zeqiri, gjykata komerciale shkolla e parë, Florian Krasniqi, gjykata themelore Prishtinë, Freskim Musliu, gjykata themelore Gjilan, Fuad Haliti, gjykata themelore Mitrovic, Genc Hasani, gjykata themelore Mitrovic, Genc Hoxha, gjykata themelore Prishtinë, Greta Ibra, gjykata themelore Prishtinë, Ibrahim Maloku, gjykata themelore Prishtinë, Ilda Cucovic, gjykata themelore Pej, Kaltrina Emini, gjykata themelore Prishtinë Dega Vllogos, Laura Hoti, gjykata themelore Prishtinë Dega Fushë Kosovë, Misare Murturi, gjykata themelore Prishtinë, Pajtez Boshnjaku, gjykata themelore Prishtinë Dega Istog, Qëndresa Beqiri, gjykata themelore Prishtinë Dega Fushë Kosovë, Qëndresa Sejdiu, gjykata themelore Gjilan Dega Viti, Raimonda Kurtishi, gjykata themelore Prishtinë, Rezarta Ajeti, gjykata themelore Prishtinë, Samedin Cena, gjykata themelore Gjakov, Shefkip Berisha, gjykata themelore Prishtinë, Uran Zoga, gjykata themelore Prizren, Valbun Fejza, gjykata themelore Prishtinë,
Valon Hajdini, Gjykata Themelore Mitrovic Dega Skenderaj, Vegim Maluku, Gjykata Themelore Pej dhe Vera Goashi Bala, Gjykata Komerciale Shkalla e Parë. Këta ishin endat e gjyqtarëve të cilët janë votuar. Faleminderit kryesues. A ka t'ju një pyetje për kryetarin e komisionit dhe një çështje që do më ngrit për gjyqtarët që duhet votuan për emrin. Në qoftë se jo atëherë teksti është që gjyqtari me mandat fillestar në gjykatën përkatëse propozohet tek presidenti i Republikës së Kosovës për emrin me mandat përhershëm. Dhe dia a më votu në listë apo shkojmë me çanse që nuk ka dikush ndonjë çështje për ndonjë emër përveçëm. Kishim votuar në listë, por me vendim veçantë sigurisht që propozohen te presidenti. Atëherë, nëse s'ka dikush që çestë votim, voti propozimin që gjyqtarët vlerësuar dhe të propozuar këtë rast nga komisioni për performancë të dërguar te presidenti për emrin, me vendime veçanta. Kush është për? Kundër abstenim, nuk kam ato të faleminderit. Të gjithë gjyqtarët që propozohen te presidenti, ai urojnë emër të Këshillit dhe negociatë i vendimore për punën që kanë bërë atyre 3 viteve